Në Vlorë do të ketë edhe investime për të përgjirur nivelit të Superligës, tashmë që Flamurtari u rikthye pas 5 vitesh. Klubi do të vendos tapetin e ri, por do të ketë edhe ndryshime në tribuna. Vendi VIP-ave do të bëhet me koltuqe dhe me abonim 1 vjeçar. Ndërkaq ka nisur këtë të premte puna për heqjen e tapetit të vjetër, i cili do të zvendësohet shumë shpejt me një tapet të ri, dhe për këtë presidenti i Flamurtarit Sinan Idrizi ka kontaktuar me një firmë greke, e cila do të bëjë të mundur edhe zhvillimin e punimeve. Pashtu veç fushës, sipas Idrizit, do të ndryshojë komplet faqe edhe situata e tribunave, jo vetëm asaj qendrore, por investime do të ketë edhe në tribunat A, B dhe C. Idrizi thot se ky investim do të rezistojë vetëm për 1 vit, pasi më pas do të nisë puna për stadiumin e ri të Vlorës. Do të ndrojmë herë fushën e Flamurtarit. Fusha ku luhet sot futboll e gjitha do të ribehet përsëri, do të bëhet një ndërtim, do të bëhet një fushë e re, edhe kjo përsëri e gjitha 100% me fondet tona. Do të vëmë dorë në tribunë. Do të shtohet seksioni VIP i tribunës, nga atje do ndryhet përballë pjesët e pasportave, dhe TC-ja dhe pasportave A dhe B. Do të thonë ju që ky investimet në për një vit, sepse ky stadium do të prishet, po patjetër. Unë dua që ditën që stadiumi Flamurtarit të prishet për të vendin e Veriut, të dorëzojmë një stadium me dinjitet, me standarde siç e ka ai Flamurtarit. Presidenti i Flamurtarit Sinan Idrizi zbulon se punimet për stadiumin e ri Flamurtari do të nisin pas 1 viti. Ai thotë se do të hyjë në tender, por fton edhe këdo që është interesuar. Idrizi thekson se është krenar edhe për faktin, pasi klubi futbollit Flamurtari është i vetmi mes 3 stadiumeve ku do të ndërtohen në Shqipëri, Korçës, Durrësit dhe Vlorës, që ka realizuar të gjitha detyrimet ndaj arkitektëve dhe grupeve që u morën me këtë projekt individualisht dhe jo me fondet e bashkisë apo qeverisë. Është projekt që ka nisur para 2 vjetëve, nëse ju kujtohet, kur edhe këtu ndjej krenarinë e madhe që jemi vetmi midis 3 stadiumeve që do ndërtohen në Shqipëri, midis Korçës, Durrësit dhe Vlorës, jemi vetmi ne që i paguam vetë me fondet e klubit tonë të gjitha detyrimet që kishim ndaj arkitektëve dhe ndaj gjithë grupeve që morën me këtë. Pra dhe këtu nuk i shkaktuam as i dëm financiar as shtetit, as bashkisë Vlorë. Pra, kjo është leje zhvillimore tashmë ka disa muaj që është miratuar, të do të flasim për detajet.